Të rishikues të nderuar, Tunjet Jeta ju përshëndes nga qyteti i Vlorës. Arsyeja pse kemi ardhur sot në Vlorë është shumë e thjeshtë. Një bashkëdhetarja jonë me banim në Toronto ka vendosur që të përfshihet në jetën politike të Shqipërisë duke kandiduar për një vend në Kuvendin e Shqipërisë në zgjedhjet e 11 maj. Cila është ajo? Këtë do ta mësoni shumë shpejt. Të nderuar televizionist, jam sot këtu me zonjën Nivila Jahupaj. Ndodhemi në Vlorë. Rasti e deshi që të takoheshim me Nivilën, një bashkëdhetare që jeton në Kanada prej gati 9 vitesh dhe për më tepër ajo ka shpallur kandidaturën e vet si deputete në Kuvendin e Shqipërisë për zgjedhjet e 11 majit dhe kjo na tërhoqi vëmendjen dhe sigurisht përbën një kurështi për ju të nderuar televizionist dhe veçanërisht për mua si gazetar dhe si njeri që ndaj kohën mes Shqipërisë dhe Kanadas. Nivila, mirë se erdhe në emision. Faleminderit Ilir për ftesën dhe për intervistën. Ndihem pak e emocionuar sepse jam në qytetin e Vlorës edhe mendoj që jam midis dilemës, do me thënë bëra mirë, bëra vendimin e dur, mora vendimin e dur në momentin e gabuar apo të dur, por brenda meje mendoj që gjithmonë kam marrë vendimet e dura në momentin e dur. Do të vim edhe te zgjedhja politike juaja, por më parë le të njohim pak televizionistët me prejardhjen tuaj, formimin tuaj, edhe me rrethanat e zhvendosjes në Kanada. Jam e lindur dhe rritur në Selenicë të Vlorës. Kam jetuar 18 vitet e para në Vlorë, me ndryshimet e lëvizjeve demokratike, me ndryshimet që pasuan në vitet 90. U detyrova të largohem bashkë me bashkëshortin në Itali në vitin 97. Prejardhja ime është prej Bashaj nga babi, Jahupaj, nga mami Lamaj Trevllazri dhe jam e martuar në Qejvanaj të Kallaratit. Në Kanada jeni vendosur, më duket, në vitin 2016. Si e gjetët Kanadan në atë vit dhe më bëni një krahasim me Kanadan e sotme? E kisha ëndër të shkoja në Kanada sepse nga të afërmit që kisha atje më thoshin ka më shumë mundësi për fëmijët, mundësi punësimi, do me thënë integrohesh shumë herë më shpejt se sa në Itali që ishte e vështirë për ne në fillimet e para. Dhe mendova që të shpërngulesha në Kanada. Në fillim shkova si turiste me pasaportë italiane dhe vendosa të qëndroj, por ishte vështirësi dokumentash, por ishte akoma më lehtë se të shkoja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të bëja dokumentat dhe mendova që të filloj shkollën, gjeta një Kanada që isha e dashuruar duke e parë nga larg, ishte më ndryshe se sa është sot. Ndryshimet që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve dhe ndryshimet që kanë ndodhur në gjithë botën, jo vetëm në Kanada, më tregon që duke ikur nga Shqipëria dhe përjetuar komunizmin e asaj kohe, shikoj një komunizëm të moderuar në Kanada dhe sidomos gjatë kohës së Covidit kishe mungesë shprehjeje dhe në shumë rrjete sociale, sepse ne jemi të lidhur shqiptarët kudo në gjithë botën me Shqipërinë, i kemi rënjët tona me rrjetet sociale, mundohemi do me thënë të interaktim dhe të veprojmë duke u lidhur me të afërmit tanë, me miqt, me të gjithë njerëzit kudo që jemi, sepse jemi shpërndarë në 5 kontinente. Shikoj që ne nuk arrim dot të lexojmë shumë faqe sociale sepse na ndalohen nga qeveria kanadeze dhe nuk mund të arrim, do me thënë, të shprehim dhe shumë mendime sepse na hiqet komenti apo na hiqet mendimi dhe opinioni ynë i lirë. Dhe mendoja që ishte një vend i lirive, por gjeta një vend, sidomos gjatë periudhës së Covidit, gjeta një vend që na shtrëngonte në të gjitha anët dhe ishim të detyruar
t'i përshtateshim, pavarësisht se unë jam shumë rebele në atë pjesë dhe nuk pranova as të vaksinohesha. Dhe mendoj që Kanadaja ka ndryshuar dhe duke vendosur tani për të lëvizur dhe për të marrë këtë vendim në lidhje me politikën, thash më mirë të shkoj dhe të jap kontributin për të ndryshuar vendin tim se sa të ndryshoj një vend që ka qenë i pushtuar prej anglezëve apo prej francezëve, kur unë mund të shpëtoj një vend të pushtuar nga hajdutët dhe nga oligarkët e sotëm në Shqipëri. Atëherë i dole përpara pyetjes sime të radhës që pse i futeni politikës shqiptare dhe jo asaj kanadeze. Faleminderit për përgjigjen, po më tregoni pak çfarë investimi, si thuash, intelektual keni bërë ju në Kanada, me çfarë jeni marrë gjatë këtyre viteve? Si të gjithë emigrantët, kudo ku shkojnë, je detyruar, domethënë të përshtatesh kushteve dhe të fillosh nga e para, nga zeroja. Domethënë unë shkova nga Italia edhe pse kisha krijuar një biznesin tim, kisha 3 fëmijët, kisha marrë një shkollim në Itali, por prap nuk mund të filloja në Kanada në të njëjtin nivel që kisha lënë në Itali. Dhe fillova nga e para, duke studiuar, duke punuar, edhe 2 punë për të arritur dhe paguar shkollën. Kanadaja ka, domethënë, diçka të mirë që ti integrohesh me disa lloj komunitetesh, disa lloj racash, të japin atë kulturën që ata kanë, ndoshta temperi im vlonjat dhe edhe pak impulsive. Kanadaja ma ka qetësuar, shumë njerëz më thonë ta ka qetësuar i ftohti Kanadas, po në fakt është ajo mënyra që ti duhet, po, i mjedisit dhe marrëdhënieve sociale. Jam një njeri që më pëlqen të kontaktoj njerëz, të punoj me njerëz, të punoj dhe për njerëzit. Më pëlqen, domethënë, të jap më të mirën e vetes time për njerëzit. Çfarë keni studiuar ju më thatë në kolegjin George Brown? Human Resources, dhe gjatë kohës së Covidit, domethënë që ndjesha, mendoja të bëja diçka se nuk mund të rija gjithë ditën pa përmirësuar veten, dhe më pëlqente pjesa e financës, studiova dhe financë. Me sa kuptoj, gjithë këto vite larg Shqipërisë, ju në të njëjtën kohë nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, sidomos rrjeteve shoqërore, jeni shumë e përditësuar me zhvillimet e këtushme. Çfarë ju mban kaq të lidhur shpirtërisht me Shqipërinë? Ndonjë peng, ndonjë diçka e pa përmbushur në jetën tuaj? Ilir, kam qenë gjithmonë e aktivizuar me jetën politike shqiptare, që në fillimet në 90-ën kam marrë pjesë në Kongresin e parë të Rinisë Demokratike dhe mendoja që do ndryshonte. Nuk e mendoj si diçka personale, nuk e mendoj si diçka vetjake, mendoj që të bëhet Shqipëria, dhe duke u stuar në shumë vende të botës, shikoj që ecin përpara, evolojnë, shikoj infrastruktura që janë funksionale, kurse në Shqipëri sa që vi shikoj që janë fasada dhe kur futesh në përlagje shikon një mjerim, shkon në dyqane, shikon lista me njerëz që nuk paguajnë dot ilaçet, me njerëz dhe më ka lidhur gjithmonë, edhe kur isha në Itali vija shpesh me fëmijët, domethënë shikonin që këtu ishte pajetueshme, pa drita, dhe gjithmonë jam përditësuar nga rrjetet sociale, domethënë kur jam në Kanada dua të informohem për Shqipërinë, kur jam në Shqipëri nuk dua të di se çfarë ndodh në Kanada apo në Itali, në vendet ku kam jetuar. Domethënë, pemën më të rëndësishme, nga që edhe prejardhja ime vjen prej Trevllazërit dhe është i mbushur me ulli, them që jam si një ulli që e shkul veten me rënjë dhe shkoj dhe e mbjell diku tjetër. Dhe dua të gjelbëroj. Dhe të njëjtën që mendoj që dua që të vi dhe të jap gjithë kontributin tim në Shqipëri, anën profesionale apo eksperiencat e mia, dhe mendoj që jam domethënë në momentin e dur. Ta shikosh Shqipërinë nëpërmjet rrjeteve shoqërore është një gjë. Ta prekësh, ta shkelësh, të kontaktosh me njerëzit, të dëgjosh hallet, të kuptosh thelbin e gjërave është një gjë tjetër. Ju sapo e keni bërë këtë, jeni këtu, ndodheni për fushat dhe fushata ju përball me njerëz nga më të ndryshëm. Si është realiteti? Okej, në rrjetet sociale kisha dhe një revolt të brendshme dhe thoja si ka mundësi këta njerëz nuk reagojnë, si ka mundësi që gjithmonë bëhet një protestë dhe mbyllet në darkë dhe njerëzit kthehen në shtëpi dhe nuk reagojnë më të nesërmen, ose shikojnë fasada, projekte që bëhet 10% i fondeve dhe 90% videt, dhe ndjeja, por
kur jam këtu dhe shikoj këtu, me të vërtet njerëzit i ka kapur një zhgënjim 35 vjeçar dhe mendojnë që asnjë gjë nuk do ndryshoj dhe nuk i bind dot dhe është shumë e vështirë që të mendosh që ti mund të bindesh një që ka ide të majt, sepse nuk mund ta bësh kur krahun e majt të djathtë apo i djathtë i kalon më shpesh tek i majti, por i majti asnjëherë nuk bëhet i djathtë, sepse njerëzit duket sikur janë ambientuar me këtë mënyrë jetese dhe vetmja rrugëzgjidhje është të ikin dhe thonë ky vend nuk bëhet, ky vend nuk bëhet. Do të thonë vetëm kjo është shpreha që këta politikan i kemi dhe të tjerët që do vinë do bëhen njësoj si këta, do me thonë nuk ka shpresë më. Njerëzit e kanë humbur shpresën dhe i kuptoj shumë mirë, ndoshta dhe i kam pa të drejtë, në shumë raste edhe i kam etiketuar si njerëz që nuk duan të ndryshojnë, por kur vjen këtu futesh në atë vorbullën e tyre dhe nuk e mendon do me thënë që është e vështirë, por jo e pamundur. Dhe shikoj shumë njerëz të ndershëm, futem në shumë biznese dhe i pyes, kanë dëshirë të ndryshojnë, kanë dëshirë të çlirohen nga vjedhjet, nga abuzimet, nga taksat dhe sidomos nga bullizimet e të parit të vendit. Do me thënë nuk e pranojnë dot bullizimin, por e vetmja mënyrë është vota. Është e drejta e çdo qytetari që të votojnë datën 11 maj. Ju keni zgjedhur për të aderuar në një parti që quhet Partia Mundësia me kryetar zotin Agron Shehaj. Nga buron kjo zgjedhje? Agroni ishte pjesë e Partisë Demokratike, Parti Demokratike të cilën dhe unë mendoja se më përfaqësonte. Okej, pata ato zhgënjimet e mia, pasaret, koalicionet, njerëz që nuk ja vlenin të ishin në krye të partisë. Dhe normalisht filloja të dëgjoja, do me thënë diskutimet e tij gjatë kohës që ai ishte në parlament, e shikoja si një të ri i kthyer nga emigracioni, një i ri i krijuar vet, me aftësi, do me thënë të denonconte çdo vjedhje të mundshme që bëjnë në Shqipëri. Më përfaqëson në atë pjesën e vlerave të ndershmërisë të njeriu të punës, do me thënë mendoj se është i njeriu i duhur në këto momente për të na përfaqësuar të gjithë njerëzit e ndershëm që punojnë dhe krijojnë jetën dhe kushtet në familjet e tyre vetëm me punë. Dëshira ime do me thënë është që diaspora të përfshihet shumë edhe në zgjedhjet politike, sepse ish politika ajo që na ndoqi ne. Ish politika ndoshta e qëllimshme, që ne të largoheshim në përbot. Kjo është gjë e mirë, sepse ne mësuam nga bota dhe kemi eksperienca. Dhe do me thënë dëshira ime është që shumë shqiptar të kthehen dhe të kontribojnë në vendin e tyre. Qoftë dhe fëmijët e mi do doja që një ditë të thoshin duam të kthehemi në atë. Gjatë këtyre viteve të gjata emigrimi, si në Itali dhe në Kanada, njeriu ndryshon, evoluon. Ju vetë si keni evoluar? Çfarë cilësish të reja keni fituar si njeri? Jam rritur më shumë profesionalisht, ndoshta dhe duke qenë se kam qenë dhe nën, kam komunikuar me shumë njerëz në të gjitha llojet e racave, sidomos në Kanada, sepse në Itali është më e limituar, jem më shumë me komunitet shqiptar. Kurse Kanadaja më ka dhënë më shumë mundësi për të evoluar si person. Toleranca kjo është e para, do me thënë, sepse duhet jesh tolerant të dëgjosh dhe mendimin e tjetrit, opinionin e tjetrit dhe duhet për të bashkëpunuar për një të mirë të përbashkët. Unë të shikoj si një grua të fortë, të shikoj si një grua të drejtë për drejtë. Ti pare këto që nuk janë tipike për një politikan, ose politikane në rastin tuaj. Mendon se do t'i kesh barë apo në krah të kauzës tënde? Okej, politika gjithmonë është dhënë dhe një epitet që mua nuk më ka pëlqyer asnjëherë, sepse politika duhet jetë për njerëzit dhe për të mirën e përbashkët, dhe politikën e kanë bërë pisë njerëzit që nuk kanë ndershmëri, njerëzit që nuk kanë beti, do me thënë e kanë ndotur. Unë mendoj që njerëzit ka ardhur momenti që njerëzit e drejtë për drejtë dhe njerëzit që kanë guxim të shprehin mendimet dhe opinionet e tyre duhet të bëjnë politikën. Nuk I pranoj dot kompromiset. Nuk e di
sa do zgjas kjo, por mendoj që derisa nuk kam ndryshuar deri më sot, nuk besoj që të ndryshoj. Formimi im politik është i konsoliduar, e kam pas për pasion dhe tani kam dëshirë që ta kthej në profesion. Nëse në rastin më të keq ju nuk fitoni në këto zgjedhje, çfarë vendimi do merrni? Do të qëndroni në politikë e angazhuar apo keni një plan B? Asnjëherë nuk i lë gjërat në mes. I çoj deri në fund edhe kur më thonë është e pamundur. Përderisa mundësia dhe Partia e Gron Shehaj më dha mundësinë që të filloj të futem të hyj në politikën shqiptare, mendoj se nuk do kthehem asnjëherë pas. Dëshiron të shtosh diçka tjetër? Do doja që të gjithë shqiptarët të votonin me mendje, me zemër dhe me dëshirën për të ndryshuar. Nuk kemi më kohë për rotacione.